Mirëmëngjes të gjithëve, ju përshëndes, fundjavë të mbar, fundjavë Pashke, sot është e premtja e Pashkës ortodokse. Uroj dhe shpresoj që të kaloni sa më mirë me familjet tuaj, e ta gëzoni me shëndete, me shumë gëzime këtë fest që simbolizon ngjalljen e Krishtit. Ndërkohë, në bisedat tona, përveç gatimeve që kemi vendosur sot dhe këto ditë kemi sill atmosferën edhe përmes zvezëve, përmes gatimeve tradicionale që vinë në tryezën festive të Pashkëve, do të ndalemi tek dy histori. Historia e parë vjen nga një inxhiniere mekanike, ajo quhet Dhurata Meta, e cila është një nga gratë e para, e cila sfidoi stereotipe duke rrëfyer se si ka qenë vetmja vajzë që në 86-ën në klasë si inxhiniere mekanike, që nga i vit deri më sot ajo e ka ndarë pasionin e saj për inxhinierin mekanike, duke e konkretizuar në një autoshkollë, duke na rrëfyer gjithë sfidat, sakrificat e saj, aq më tepër për na treguar rreth disa këshillave praktike për ne që jemi në timon, për burrat që janë në timon, dhe padyshim si të kursejmë pak karburant me disa truke praktike në këto ditë të rritjes së çmimit të karburantit. Ndërkohë, në pjesën tjetër do të ndalemi tek lulet. Jo të gjitha lulet janë vetëm për t'i parë syt apo për të dekoruar shtëpinë, por ka edhe disa arsye të tjera për cilat ne do të flasim sot, aq më tepër kur këto lule apo bim janë ato që na pastrojnë dhe na filtrojnë ajrin. Në këtë ajër të ndotur që nuk vjen vetëm nga jashtë, për cilën kemi folur, por edhe nga brenda përmes plastikave, kozmetikës edhe shumë elementeve të tjerë pastruesve kimik, të cilët na ndotin ajrin, na rëndojnë atë dhe duke na ndikuar në shëndetin tonë. Këto bim patjetër që kanë një lloj ndikimi, cilat janë ato do të na ndiqni në pjesën tjetër të bisedës. Po shkojmë vrap në kuzhinë, të fillojmë me recetat. Mirëmëngjesi, kuzhinë, mirë se të gjeta. Vure dorezat. Po pra, po më vikan të mëdhaja. Thash edhe unë jam dobësuar, por nuk dobësohet robit e gishat e të veshët. Masa e dorezave gabuar. Megjithatë, për çfarë vure dorezat? Unë sot po thash të bëj pak masazhimin e mishit me doreza, dhe pse unë them gjithmonë, kur kemi në procese termike, asnjëherë nuk na duhen dorezat. Plus më vjen të mëdha dhe do t'i heq fare. Është e kot. Sepse gjithmonë mua si mbaroj këtej, i kaloj këtej nga të duan urdhëro. Kapim këto objekte, siç tham. Ja, urdhëro. Kur të merremi me lulet. Dhe pse sot është e premtja e madhe, gjë që duhet të konsumojmë kserofagji, që do të thotë ushqim i thatë. Nuk duhet kemi vajin, nuk duhet kemi verën. Ata që kanë mbajtur kreshën. As vajin bimor edhe verën. Sepse vera është që ju dha Krishtit kur u kryqëzua, kur u vë në kryq. Pra, është një ditë që sot ne duhet të mbajmë për pasionet dhe vuajtjet e Krishtit. Para se të gjithash, unë snuk. Kaq, do të thot gjitha, sepse unë gatuaj për të gjithë masën dhe jo vetëm për... Po sigurisht, për ata që kanë mbajtur kreshmë dhe janë praktikantë që i ndjekin këto rituale të rregullat e fesë tyre. I urojmë një të premte të mbar. Një premte të mbar. Për gatimin që kam unë me mish viçi dhe me pispili, dhe jo vetëm me pispili, me salcën, unë kam vendosur këtu qepën, që e lë avash të bëhet. Patjetër, kam vendosur pispilin, qa thashun? Mendje të pispilia me presh të kam betë. Nak. Zgjohen bana. Shko po ta shkurtosh atë fjalë pistive. Të them të drejtën, sot unë do ta mbaja agjërimin. Dhe pa filluar mirë deri në mbasdite, unë do ta mbaj, prandaj duke e menduar s'po balkonizohet as truri. Se jam mësuar që në mëngjes të jap çik vetes. Do shta do ash, po ja da një çik. Buk me krem djathi. Si kalamajt e vegjël. Nga Arla, që ka këtë shijen delikate, siç ka një shije që të ngjason me një delikates, që vjen si fladilet, që ka marrë fresh, po. Të ke marrë këtë naturalin. Sepse Arla është një krem djathi, një produkt që vjen nga Danimarka dhe që ka edhe përzierje të tjera, për shembull bime, erëza të ndryshme sipas shepra, madje edhe për ata që cilët janë intolerant ndaj laktozës, ka menduar Arla, duke sjellë Arla free laktozë për ta shijuar dhe për të mos u përjashtuar nga ata që adhurojnë kremin e djathit dhe si e përdorim që te buka.
që te brusketat e ndryshme, që tek suprat, tek në gatimet e tjera, tek trahanaja që është trahanaja me djatra. Dhe sot, unë kam menduar që ta vendos dhe tek roleja. Jep një shije më të veçantë. Faktikisht e mirë është ajo me erza faktikisht. Po. Që ti vendosja pak me erza, nga që unë këtu nuk kam vendosur bim aromatike. Vëzhgjit një aty ti, çfarë të duash. S'ka nevojë ta lexosh se ka ngjyrat që ka. Arla, për shembull me qep, që është edhe laktofri. Edhe që ka edhe bim dhe aromat të tjera. Nuk e di se si mund ta kem vendosur, nuk e di çfarë mund t'i kem shtuar. Me hudhër. Shumë me hudhër, jo me qep dhe ja. Mund ta përdorësh, mund ta shiosh, ta aromatizosh. Largoj lëmbën dhe më duhet vetëm masa. Ktu. Atëherë kam mishin e grirë. Mishi i grirë, nëse ne e përdorim gjys për gjys, është kombinimi më i duhur. Do të shtoj. Pra nisëm punën me rolen, në? Qepën. Për ambisat. Specin e kuq. Kripën. Direkt. Mustardën. Ja të marrë dhe një lukse. Një vezë. Direkt, një friganje, një bukë të thatë. Për them një fet buke, do të thotë që këtu duhet jenë me 2 feta. Pra kemi nisur rolen. Recetën e roles, t'ja u themi dhe njerë për bërësit, t'ja të regojmë edhe pse i pamë në të shtojmë një lukë salcën këtu dhe më pas vazhdo. Po përgatisim role të mbushur me mish të grirë. Jetë e keni 700 gram mish të grirë. Një kokër vezë, një qep mesatare, një lugë gjelle mustard, 2 lugë gjelle krem djathi, një fet buk, krip, piper të kuq, një lugë supe vaj ulliri, 4 vezë të zjera, 200 ml salcë domate, spinaq ose sallatë jeshile, djath pice dhe djath kaçkavall të butë. Shtoj pak vaj dhe e punoj. E punoj mirë. Derisa të integrohen mirë dhe të kalojnë aromat, shpërthejnë, bashkohen mirë me njëra tjetrën, dhe ky trazimi prandaj është punimi duhet të jeti gjatë dhe normalisht duhet të kaloj në frigorifer që të kemi në piksjen e duhur. Nëse ne nuk na pret koha dhe është pak me e ushme nga ç'duhet, normalisht s'është likuide, po është një brum më i butë nga ç'duhet, shtojni pak masën e bukës. Po, bukë e kuptondora kur e trazon. Bukë e thatë ose bukë e ndënjur e vendosur në ujë si të dëshironi ju, apo në qumësht. Dhe kur të ndërtohet rolea pastaj, ke sjell dhe në tryez edhe djathrat që vijnë po nga Arla, sepse Arla sjelli vetëm kremin e djathit me përbërës 100% natyral, po këto përbërës 100% natyral janë dhe tek djathrat e ndryshëm që i përdorim në gatime të ndryshme, në mënyrë të larmishme. Kudo ku ne kemi fantazin tonë për t'i sjell ato në shije të ndryshme. Kemi mozzarellën nga Arla, është një paketim që ka mozzarella Gouda brënda, të dyja llojet, pra dhe djathin Gouda dhe djathin mozzarella, dhe po ashtu edhe këto fetëzat e djathit me mozzarella, me 100% përbërës natyral nga firma direkt në produktin që ne finalizojmë. Ja vendos një mbajtëse këtu, edhe një mbajtëse tjetër e vendos. Po, do të shtrojmë
masën e mishit. Të kem pak pra, një pjesë e lë këtu dhe një pjesë tjetër e bëj gati në frigorifer që ta kem për... E kemi për qofte apo për gatime të tjera, si të vëjnë vendosin anvisat në shtëpit e tyre. Më duhet të kem një role të vogël. E kemi shtruar të gjitha. Ja. Të dhe japim tani një formë, shtypim për ta bërë të niveluar në trashësi të njëjtë. Tani filloj dhe e punoj. E nëse më duhet. Filloj dhe rregulloj anët. Më duhet të jetë një masë drejtkëndsh. Forma ka vetëm jo rolin që duhet jetë kështu direkt. Edhe për estetik, po edhe për të qëndruar mirë për bërësit e tjerë brënda roles, që do mbushet roleja. Me forcë, thjesht, sa të kem nivelimin e dur. Ndërkohë japim të formën dhe bëjmë atë shkëputje. Një shkëputje shumë e shkurtë do jetë tani, sa të japim edhe ndoshta formën e dur, që ta vazhdojmë mbushjen e roles me gjithë. Ja, e kemi me... E, mirë, edhe nga sytë nuk shë, kërkon dhe logari. Me erzat të tjera. A, do t'i vendosësh kremin tani? Do të kjo është forma, nuk kemi të punë më me formë. E mirë, e vazhdojmë këtë atërë. E vazhdojmë si që duhet, që të mos e ndërpresim procesin e punës, hap pas hapi. Ka një aromë freskije. Sepse dhe erzat që zgjidhen për t'i kaluar të kremi, për t'i përpunuar dhe për t'i bashkuar me të, janë erzat të freskëta. Përveç kremit Arla, vendosim edhe mozzarella në feta, po nga Arla. Gjë që të tillë, unë do vendos mishin, ja. Po. Këtu. Do vendos vetëm 3. Kush ka eksperiencë me fetat e djathit, e kupton se sa e freskët është produkti, që tek ngjyra, që tek tekstura, konsistenca, pastaj shija është tjetër gjë që bën komplet diferencën. Dhe bashkë me ato erzat që kishte kremi Arla, do të shtojmë edhe sallatë të freskët. Po jo sallatën e shile, sepse nuk për një herë lagështohet dhe na duhet iceberg. Vendosu spinaqin dhe jeni shumë rregull juve. Unë e kam përdorur për gatimet e tjera, gjë që direkt. Tani e mbështjellim rolen ton. Të mbushur me mish të grirë, me krem djathi, me djath mozzarella. I dham formën, i shtuam erzat në të. Tani op. Shikoja. Kur është i fortë, e punoni si të doni. Kjo është mirë të qëndroj pak, apo jo? Qëndroj e tillë, ishte më e mirë. Sepse ndihmon shumë mirë pjekja, më jep edhe, ose në të kundërt as nuk e përdorim fare as atë, mjafton që ja, unë të kem, edhe atë nuk e përdorim hiç Flora, ja. Vendoset në frigorifer që të ketë formën e duhur. Në të kundërt, unë nuk e vendos frigorifer sepse nuk më merr koha. Na duhet që ta pjekim edhe ta tregojmë për ju. Dhe direkt në furrë.
Nësa fura të jetë 200, unë e kam 395, direkt në furë. Për sa minuta? Për diku të 20 minuta. Për 20 minuta, shpresoj që deri në fund të hapësirës tonë të gatimit do t'jetë gati për ta testuar shien edhe për t'ja u treguar dhe juve. Tani, pak vezë. Tani, pak. Të kisha mbajtur në dorë, po me që nëse ke vendosur të këtasi, të bëftë mirë. Ajt, e njëse mëngjesin, the nuk do mbaj gjërim sot, nuk ka problem, gabimet falen. Kalojmë tani në mesazhin promocional, mos u shqetëso, vazhdo, mund të përdorësh edhe këtë me hudhra dhe me erza. Si të duash, s'ka që nuk ka gjë, nuk mos u shqetëso. Quhet apo jo? Nuk quhet. Jo, quhet. Mirë, shihemi pas pak. S'ka me hile. Vim në kuzhinë përsëri, vazhdojmë me recetën e dytë. Pasi përfunduam rolen me mish dhe me krem djathi të aromatizuar nga Arla, Arla që prishi theu edhe kreshpën e Albanës. Kjo nuk duhet të të shmotivoj për recetat e radhës. Përfundimisht jam gojmave. Ska, nuk... Dhe po, nuk po e përmendja për ju, po e përmendja që të bindja veten. Ndodh, kur ndodh, ta thash dhe në publicitet, kur ndodh pa dashje nuk quhet. Tani provova, ti provova të shëska. Çfarë gatuajmë, se do kalojmë tek receta e dytë. Mishin e viçit me, ta thashë me pispili, thashë, kështë shkumina për pispili, me pistil. Me pistilin e basanit. E kam vendosur me ujë, që të tretet avash avash, pa shtuar vaj fare. Pak yndyrë. E lë të tillë, heq sheqerin se nuk më duhet. Le të ndez një vatër tjetër këtu dhe e kaloj në pozicion tjetër. Transferoj një tenxhere duke shtuar pak yndyrë. Këtu kam mishin e viçit. Lë të nxehet pak sa, një sekundë se kam ndezur vatër tjetër, po vendosi me Albana syze, vendosi. Që të gatuajmë aty mishin. Tek mishi pak fare krip. Mish viçi ose mish dashi. Tani dashi ka shumë yndyrë. Mishi i qinjit është më ndryshe, i kecit është pak sa më ndryshe. Për të hequr aromat, shumë mirë shtoni pak fare qumësht. Dhe ndërkohë ky pistili këtu ka shkrirë, po pse nuk marr pak miell? Unë ja të marr pak miell se e kam lënë vetëm pa miell. A mund të gatuash pa miell? Përthith pak atë lagështirën e mishit, mos e spugjim direkt në vaj me atë lagështirën e vet, që ka, por duke i shtuar pak miell. Është gjëja më e duhur. Është nga truket. Dalë është këtu se pak fare miell, ja. Qa do lloj mielli merrni, nuk ka problem. Ky gatim nuk ka naze. Apo ola, apo super, apo super. Apo për çdo përdorim. Unë di një gjë që gatimi do dalë super, këtë di. E shtoj. Derisa dëgjojmë atë zhurmën e pakët. E le të marrë një faqe, por jo shumë. Sepse do të përfundoj në tavë, ndërkohë, njemi me përbërësit e tjerë të tavës tonë me mishqingji dhe me pistil. Të vendosim në furë për të pjekur, për ndërkohë, shojmë njerë përmbajtjen e recetës, çfarë erzash edhe çfarë përbërësish të tjerë. 4 racione mish viçi, 1 kilogram qep, të cilën e zbusim, e karamelizojmë gati-gati, 2 lugë gjelle salcë tomate, 1 speci kuq, pistil, pak sheqer, krip, piper rigon, disa kokra ullinsh, gjethe dafine dhe vaj ulliri. Sa të marri, pak të ndryshojnë ngjyrën. Zbardhet pak mishi.
shtoj. Dy thelpi hudhër. Dafinën që të marrin, që të kenë aromën. Masën e kripës. Te qepa. Qepa duhet të tretet mirë, du ta lëmë që të vazhdoj atë procesi. Qepa nuk më duhet të tretet shumë mirë, sepse do jetë bashkë me mishin më pas. Pra tretja do të filloj me mishin. Le të marri këtë ngjyrën, ngjyra paksa e artë. Nëse unë do shtoj më tepër sheqer, do ta marri akoma, do të jetë pak si e kafent. Tek mishi, shtoj salcët, gjë që unë tek salcat, them të drejtën, kam shtuar një panxar, edhe domatet që janë, që më ishin zbutur. Po. Bëj një kaurdisje të duhur të mishit. Vërtet që është mish me pistil, por nuk do të thotë që ne mos i bëjnë zmet salcës. Po. Do të shtoj... Si pistili ruan atë rolin që ka atë shqien e pak të afët. Pistilin që e kam vendosur në ujë të ftohtë, edhe fletën e pistilit, më pas me nxehtësi të avasht e kam lënë që të shkri të tretet. Që të shkri. Ja, të bëhet kjo masa e salcës. Nëse unë te kjo masë salce bashkoj qepën, hudhrën, kockat, është një salcë me e mirë që quhet salca demi-glace. Është me e mira dhe ruhet për një kohë të gjatë, normalisht, dhe hyn në të gjithë produktet e mishit. Marr pakës ujë, që të shfrytëzojmë gjithë masën sasinë e pistilit, sepse edhe duke u tretur, ajo lëshohet më mirë shija e fortë që ka, krim pak e athët, bëhet nga kumllat e zeza, si pjesë e zajreve të dimrit. Do të shtoj ullint, gjysmat e erëzave në fillim, më pas të tjerat. Do të shtoj këtë masë. Në tenxhere. Pra me shtimin e qepës i bie përfundon aty në procesin në tenxhere, që kaloj në del një gatim. Të pakën nëse nuk arrita të bëj ushqimin e agjerimit, të pakën le të kap ngjyrën e agjerimit. Pra, mjellin shumë pak mishin. Po, kjo do kaloj tani në... Po, do të kaloj, pak fare do gatuat, edhe më pas direkte në furr, dhe që marrë një tavun edhe... Po e lëm dhe pak ndoshta, marrë një vlim aty në tenxhere, përsëri do të përfundoj në furr, kështu që besoj ishte e qartë edhe receta, e përsërisim dhe njërë të shkruar, pasi përfundoj dhe ne urojmë që të marim dhe pjekjen deri në fund të hapësirës. Tavë me mish viçi dhe me pistil, ju duen 4 racione mish viçi, 1 kilogram qep, 2 luggjelle salcë domate, 1 speci kuq, pistil, pak sheqer, krip piper rigon, disa kokra ullinj dhe gjethje dafine vaj ulliri. Rikthehemi pas pak, do kalojmë në publicitet. Tani bëjmë një pauzë, sistemojmë dhe produktet e tjera dhe rikthehemi në pjesën e fundit. Mirë erdhët, jemi në pjesën e fundit të gatimit për ditën e sotme. Kemi gatuar një role me mish, të mbushur dhe me krem djathi me djath mozzarella, me erza, shumë e shishme, është në furr duke u pjekur. Ndërkohë kemi vazhduar me mishin e viçit në tavë, me pistil, dhe me element të tjerë. Kemi ullin, dafinën, hudhrën, një qep shumë mirë të parazier, e marë dhe e vendos në shtratin e vetë. Po. Ja, o, përracë këtu.
Ja, dhe me këtë ngjyrën e bukur të salcës. Vjen aromë shumë e mirë edhe nga pistili, po edhe nga bimët, nga erzat. Unë e them shpesh, mund të jenë dy njerëz që gatuajnë, të kenë të njëjtat produkte, të jenë të një zanati, por nëse aty gatimi ti nuk i jep dashuri, nuk do të dalë e tillë. Nuk kam nevojë të shtoj uthull në fund fare, sepse është pistili. E marrë dhe e vendosë sërish me shumë dashuri? Në furr. Op! Po vazhdon pjekja e roles. Po me që vazhdon pjekja e roles, nëse vendosim poshtë rolen si për tavën e mish. Do jetë... Që t'i jap një... Ajo kishte nevojë për 20 minuta. Glasatur si për... Vazhdoj pjekja e mishit. Tani, ajo është pak e nxehtë, do të jedhim një sy roles, në që fazë kemi, në që moment është. Sigurisht që është kompakt, është lidhur, është pjekur, janë lëshuar aromat e forta të erzave dhe të përbërësve të tjerë. Dhe si që shojmë nga ngjyra, ato lëngjet janë të tillë. Pjesë të tërës. Me pak salcën të lutem? Një salcë edhe një furç. Po, një furç që do të luajmë sipër me pak salcë rolen ton. Shtoj. Për të ruajtur salcën, shtojmë vaj. Është gjëja më e mirë. Po, një përzierje të duhur. Dhe përsëri do ta vendosim në furrë për të vazhduar me pjekjen. Përveç se i kemi shtuar dhe shijen, kjo salca e mban edhe të butë. E largosh s'fudesh fare. Shtoj. Edhe piperin e zi, pra rigon piper të zi. Pakës krip. Dhe gjithmonë teknikat e gatimit pakës gjalp. I jep atë finalen e fundit. Mirë, në sekondë. Ajo shkrin kështu anë mban mishit. Dhe sërish në furrë, po shumë pak. Pse? Vetëm pikse të thahet salsa. Bëj të provën tani që tregon se mishi që është e duhur, mishi është pjekur. Shumë pak do ta vendos në furrë. Furra është e ngrohur e para ngrohur, se kemi vazhduar me pjekjen edhe të roles, për vendosëm dhe tavën, dhe ja tek i dham finalizimin e duhur të dyja recetave. I bëjmë një përmbledhje të roles, se çfarë përmban, përveç mishit të grirë, mishi grirë sigurisht një mishi freskët, të cilin do të aromatizojmë, do të shtojmë edhe përbërës të tjerë, dhe pastaj me çfarë mbushëm. 700 gram mish të grirë, një vezë, një qep mesatare për të gatuar pjesën e roles, një lugë gjelle mustard, krem djathi për mbushjen, një fet buk të thatë, krip, piper i kuq, vaj ulliri, 4 vezë të zjera, 200 ml salcë domate, spinaq ose sallatë jeshile apo sallata iceberg, djath pice, djath kaçkavall i butë. Kjo ishte roleja. E risollëm edhe njerë të shkruar. Tani shtoj gjallë. Kam djathin e skuqur. Bëhet me djathin e butë ose me djath të fortë. Me djathin e butë është akoma edhe më mirë. Ne nuk e kemi si tradit që të kemi djathin e butë që është ndryshi që dhe halumi, nuk e kemi në tradit. Ne jemi gjithmonë në djathrat e forta, pra kaloj gatimin e që në traditën tonë.
ka marrë djathin e bardhë. Ju shumë mirë mund të merrni djathin e dhis që është akoma më i fortë, ka më tepër krip, gjë që e bën të jetë më kompakt edhe më pak dhe shumë i thatë. Me ndihmën e miellit, që unë them gjithmonë, e të marrë djathin një që ta pres. Nuk do të shtoj krip, sepse kripën e ka vetë. Po, merr një tjetër shije në këtë formë, djathi, e bëjmë diçka më speciale. Do të shtoj qëndrën e pak bukur. Shtoj erza. Ose në të kundërt, vendosi tek mielli. Izolojmë çdo sipërfaqe të djathit me miell. Nuk duhet të ketë nxehtësi të lartë, që djathi të digjet. Shkon shumë nëpër sallatra dhe meze. Shoqëruesen për meze, po. Mund t'i shtojmë si për susam, që i shkon shumë, me mjaltin. Super, ja, 3 pjesët. I marrë dhe i largoj dhe lajtë duart. Të pudrosura me miell, pa ashtu edhe me erza. Kripër një, sepse e kanë vetë, do të marrin dhe shijen e gjalpit. Gjalpi duhet jetë i shkrirë, por jo i djegur. Dhe në këtë formë edhe djathi gjatë skuqjes zbutet, por në të njëjtën kohë aromatizohet. Merr një tjetër shije, ndryshe nga djathi siç ishte në fazën e tij fillestare. Nëse unë kam pak gjalp, shtoj dhe një pjesë tjetër, sepse nuk dua të më digjet. E duhura dhe e mira, kur themi e mira dhe e keqja, janë të dyja bashkë, janë bashkëstare shumë të mira, por janë përjetësisht bashku, nuk i ndan dot asgjë, por e mira duhet më zotëroj. Dhe unë shtoj gjithmonë pak vaj, që mos të kem nxirjen e gjalpit. I jap një përzierje të duhur. Dhe filloj e kthej djathin. Nga ana tjetër të shohim, tani ka marrë një ngjyrë. Duhet të jetë nga të gjitha anët i bërë. E kthej me sportivitet. Edhe pjesa e vajit bëhet pak më kremoze nga mielli, që kemi pudrosur djathin. Që avash ne largojmë të gjitha gjërat. Djathin dhe tryeza me recetat të cilat sigurisht që mund t'jenë në një tryezë festive, të fundjavës, mund t'jenë në ditë të caktuara, ne ja u sjellim si sugjerime në kuzhinat tuaja, në familjet tuaja, dhe ju pastaj vendosni se kur i gatuani, dhe na bëhet shumë qefi kur na tregoni pastaj historitë tuaja që çfarë keni gatuar dhe sa të mira ju kanë dalë. Lexojeni dhe recetën e djathit në tigan, me djath të fort, me gjalp, me hudhër nëse doni, mos e doni shmangeni, pak mjalt në fund, krip piper të zim, mund t'i shtoni majdanos të freskët, të rigon, erza të tjera aromatike, pse jo edhe fara susami. E skuqim edhe nga anët e tjera, në fund fare. Kalon gradualisht pa e përshpejtuar gjën. Marë një pjatë të vogël, simpatike, për ta servirur dhe për ta shtuar më pas në fund edhe mjaltin. Mjalti sigurisht në fund fare shtohet, sepse nëse do ta shtonim gjatë skuqjes, do t'i humbiste vlerat dhe edhe shija nuk do t'ishte njësoj. Ja dhe feta e parë.
Djathin e bardhë mund ta sillni në këtë formë, djathin kaçkavall gjithashtu, mjafton të jetë një djath i fortë. Dhe një penel të vogël me mjaltin. Dhe ju e dini pastaj se ku do t'i rishikni recetat tona të treja me mënyrën e përgatitjes përbërësit e meradh, videot përkatëse, sigurisht që i keni në YouTube-in e Reze Dielli, në kanalin ton zyrtar, i gjeni aty të hedhura me përshkrimin përkatës, pas pak më vonë, stafi kujdeset për t'ja u lehtësuar dhe ju, që në një ditë tjetër ta keni kollaj fare për gjetjen e këtyre recetave. Dhe ky veprimi fundit, pra ky mjalti i rrahur mirë e mirë, e përforcon akoma më shumë bim aromatike shtoni. Dhe kjo e ëmbël, dhe sigurisht dhe albana që ne psmadhja. Kush është mjalti më i mirë? Mjalti që nuk është i hollë, mjalti i tillë që është i ngrirë dhe ku ne e punojmë për pak minuta shkrihet. Do thotë që nuk ka sheqer artificial. Po. Edhe shumë e shumë truke të tjera, por unë flas për anvisat që e din direkt këtë gjë. Dhe në vazhdim dhe gjatë gjithë kohës sot e tutje, do keni shumë këshilla të Albanës dhe gjëra shumë bukura nga Albana. Shumë bukura, këtë ja u siguroj. Këtë e tutje gjithmonë. Këtë e tutje. Të lumshin duar për sot. Këtë e tutje, shofi. E gjithmonë, po. Po Albana ngelet. Fundjavën ja kalofshi bukur, gëzuar të gjithëve, gëzuar dhe Albana, ndërkohë festë të bukura, gëzuar dhe emrin e vajzës Paskualinës, sepse e di që feston. Ditë të festave, faleminderit shumë. Gëzuar, paqe dhe begati. Paqe në fillim fare, ajo është e duhura. Kjo është paqe me veten. Ne do të shihemi pas pak me Reze Dielli, nuk përfundojmë këtush, ju pres. Në këtë pjesë të programit në Reze Dielli kemi ftuar një zonjë e cila ka zgjedhur një profesion që dikur, po edhe në ditët e sotme, në masë të madhe, dominohet kryesisht nga meshkujt. Ajo ka qenë e vetmja studente femër në vitin 1986 që përfundoi studimet e larta si inxhiniere mekanike. Kam kënaqësinë të kem në studio inxhiniere Dhurata Meta Dibrane. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Kënaqësi që je këtu. Sa vite tu bën inxhiniere? Unë jam diplomuar në vitin 1991. Që nga nëse njëshje këtej ti ushtron këtë profesion. Po. Si zgjodhe këtë profesion? Kush të shtyu? Si ka qenë momenti i parë që ti vendose të studioje për inxhinieri mekanike? Në fakt, kur ne përfundonim shkollën, 8 vjeçare në atë kohë, na jepnin të drejtë studimi, nxënësve më të mirë, ju jepnin një të drejtë studimi, dhe mua më dhanë degën mekanike në shkollën e mesme. Ishte pak... Të pëlqeu? Nuk e kuptoja në atë kohë, por mbaj mend që babai im tha që duhet ta bësh këtë degë, sepse nga kjo degë shkon në inxhinieri mekanike dhe inxhinierët kanë titull, kanë emër. Kanë një status. Po, kanë një status, do me thënë që në atë kohë inxhinieri ishte një profesion, si me thënë, me i vlerësuar, dhe kështu vazhdova të mesmen, përfundova shkollën e mesme profesionale mekanike e përgjithshme në qytetin e Elbasanit, ka qenë një shkollë e madhe industriale, sepse Elbasani kishte metalurgjikun, kombinatin metalurgjik. Në vitet 82-86 unë aty kam bërë studimet e shkollës së mesme. Praktikat i bënim në kombinatin metalurgjik dhe kjo ishte një gjë shumë e bukur. Ishte një lloj sfide për ty, duke qenë se ishe në një rreth meshkujsh që studionin dhe mësonin në këtë fushë, apo jo? Në shkollën e mesme kishim, në shkollën e mesme ishin rreth 15 vajza në klasë, sepse në atë kohë ishte një lloj kështu që të mos ngeleshe pa një profesion? Të mos diskutohej femra meshkuj në profesion, si barazi në profesione. Dhe mbasi mbarova shkollën e mesme, direkt në vitin pasardhës unë vazhdova dhe shkollën e lartë. Pastaj në profilin po inxhinieri mekanike, sepse ishte si rregull që kur kishe mbaruar një të mesme profesionale, deka e parë që duhet të kërkoje ishte inxhinieria dhe detyrimisht do me thënë e kisha detyrin që ta kërkoja si profil dhe e fitova, kuptohet
me një herë, do me thënë, në këtë... Kur filloj të pëlqente kjo fush? Gjatë viteve të shkollës së lartë, pastaj që edhe specializoheshe më shumë, në vitin e parë, fakt, unë isha qëllova që isha vetëm unë vajzë në klasën time. Pra në klasën tënde këtu në shkollën e lartë ishe ti e vetmja vajzë? Në inxhinieri mekanike. Në fakt, dega mekanike kishte shumë klasa, por në klasën time isha vetëm unë dhe vetëm çuna, pastaj 24 ose 25 çuna dhe vetëm unë isha vajzë. Si të shihnim, qoftë edhe shoqëria jashtë, qoftë edhe ajo brenda, si e vetmja vajzë në klasë për inxhinieri mekanike? Ato, çunat e klasës më respektonin të gjithë, ja të kemi si motër, vetëm ty të kemi kështu dhe jam djerë shumë mirë, asnjëherë as ndonjë kështu, s'kam pasur ndonjë shqetësim, ndonjë gjë. Pastaj gjatë viteve të më pastaj u bashkuan, pastaj se bashkoheshin grupet kështu dhe vinin dhe vajza nga grupet e tjera që bashkoheshin dhe megjithatë gjithmonë ishte një numër shumë i kufizuar i vajzave në raport me meshkuj që ishin në inxhinieri mekanike. Por si degë është shumë e bukur, mua më pëlqen shumë. Çfarë të tërheq te kjo dega? Do të thënë që prej cilit viti ti ke hapur dhe autoshkollën tënde apo jo? Ku ushtron këtë profesion? Pas krijimit sigurisht familje se të gjitha me radhë që erdhën në jetën tënde. Ti prej cilit vit punon si inxhiniere? Si inxhiniere drejtuese teknike ato shkollës, punoj nga viti 2014. Në fakt deri në vitin 2014 kam qenë në punë në sektorin shtetëror, kam punuar në profesionin e projektimit të inxhinierisë, të degëve të lëndëve të inxhinierisë, edhe mësuese, kam dhënë mësim në shkollën e mesme, degët profesionale. Ndërsa nga viti 2014, bleva, le të themi, biznesin, ato shkollë. Madje si nënë e dy vajzave, apo jo? Ja u ke trashëguar, pra edhe vajzat po marrin këtë drejtim. Po, me qenë se unë gjithmonë e kam prej meje besoj. Jo, më shumë besoj është ai indikimi që ka pasur pasioni që unë kam shpreh ndaj punës dhe ndaj profesionit. Në fakt, gjithmonë, kur vjen puna për të zgjedhur profesionin për vajza, do me thënë, nuk shikoja dot një profesion tjetër, përveç fushës së inxhinierisë. Nuk e di, do me thënë me çfarë lidhet, por thjesht ndoshta unë e doja këtë deg. Madje kur vajza e madhe fitoi atë për të vazhduar inxhinieri mekanike, edhe ishin vetëm 2 vajza në shkollë, në inxhinieri dhe gjithë çuna, në vitin tani vonë, do me thëmë para 5-6 viteve, dhe i kishte thënë ajo sekretarja, po ti pse ka ardhur në inxhinieri, çdo në inxhinieri mekanike, dhe vajza ishte trembur pak dhe më tha mua kështu, më tha ajo sekretarja, i tha shumë, po pse nuk i the sekretarjes, unë kam pasur mamin këtu, dhe mami vetme dhe ashtu, dhe mami më ka më ka sugjeruar, le themi, sepse unë vazhdoj të ruaj shumë respekt për shkollën tonë, për profesorët, për pedagogët tanë që ishin me vërtet të mrekullueshëm. Kush janë më të interesuar me kalimin e viteve? Djemtë apo vajzat? Më shumë vajzat janë të interesuara më shumë në kuptimin që përkushtohen më shumë. Teorinë e ndjekin vajzat me shumë përkushtim. Çunat vinë në teori, po janë pak më të pa interesuar për pjesën e teorisë, se me zor presin që të fillojnë praktikën. Ka shumë diskutime të kjo pjesa e të mësuarit në për autoshkolla automjetin, duke patur parasysh aksidentet që ndodhin, ose mosnjohuritë e duhura, pikërisht që vetë të rinj të dalin prej shumë autoshkollave. Çfarë mesazhi keni ju për ata që duan që t'i hyjnë kësaj pune, ta mësojnë makinën dhe në cilën mosh fillon dhe është më i pjekur dhe më i përgjegjshëm për të ngarë makinën? Të mësosh makinën, të pajisesh me leje drejtimi, për të bërë drejtues mjeti, është një përgjegjësi e madhe. Tani të rinjt janë të informuar dhe janë të përgjegjshëm, në këtë kohë të gjithë kanë makina në familje dhe nuk është se ju mungon informacioni, por në moshën 18 vjeç që ato kanë të drejtën të pajisen me leje drejtimi për kategorinë B, përveç atyre që mund të kenë marrë një leje drejtimi për ciklomotorët, ato deri në 50 kubiksh, të tjerët pajisen për të parë në moshën 18 vjeçare sipas ligjit shqiptar, sipas kodit rrugor shqiptar. Por janë mjaftueshëm të pjekur për të përvecuar, vetëm që duhet të përkushtohen më shumë, dhe mendoj që dhe në pjesën teorike duhet jenë shumë të përkushtuar.
sepse në qoftë se ti teorikisht rregullat, kodin rrugor dhe atë se si duhet ta zbatosh në praktikë, nuk e mëson mirë në teori, kur deri në guida nuk është se pretendoj që të mësosh pjesën teorike. Pikërisht, është praktika. Kështu që për mendimin tim fillon me përgatitjen teorike, me bagazhin që gjithkush duhet ta ketë në mendjen e tij. Për kuptimin e çdo gjëje që ndodh në rrugë. Edhe sinjalistikën nga anat teknike, por edhe normat e sjelljes, mënyrët të sjellurit në rrugë. Domethënë duhet të mësoj teorikisht dhe pastaj kur fillon guidat, edhe ka shumë të lehtë, edhe bëhet i saktë. Si reagojnë të tjerët kur shohin që në këtë autoshkollë është një inxhiniere grua? Pra kur vin djem, burra për të mësuar automjetin, e ndjen një lloj paragjykimi? Jo, unë nuk ndjej ndonjë paragjykim nga kursantët. Ato faktikisht kur vinë kanë marrë një informacion paraprak, sepse tani është në rrjetet sociale, plus edhe më shikojnë në qarkullim në rrugë shumë me makinën dhe emri që kam në makinë, do me thënë shumë veta e marrin numrin dhe telefonojnë dhe pastaj e vinë. Shumë veta vinë ose për nusen, ose për vajzën, ose për të fejuarën, për shoqet. Kështu që, do me thënë, atë kam pjesën më specifike. Kur vinë çuna që regjistrohen, unë kam dhe instruktor, kam dhe 2 instruktor në fakt të punësuar, që punojnë dhe ato, guida njëkohësisht me mua, dhe them që ato që vinë, edhe pse mund të jenë çuna, ndjehen dhe rehat, si me thënë, ose ndjehen më të qetë, po ta bëjnë guidën me mua. Pika të tilla ndryshimi. Më thuaj pak, a është më, ose gabon më shumë një person kur ka një vetbesim të lartë në timon, apo një person që ka frikë për shembull, që të jetë dhe më i kujdesshëm? Kush gabon më shumë? Persona që kanë frikë tregohen më të kujdesshëm gjithkohës dhe janë më të përqendruar gjithkohës. Ndërsa kur krijon një vetbesim, ti mund të shpërqendrohesh dhe duke hequr vëmendjen nga ambienti, nga lëvizjet, aty mund të bësh gabim. Dhe ai vetbesimi i lartë në timon ndonjëherë të kthehet në rrezik. Të shkakton dëme, do me thënë. Përdorimi i telefonit është shumë i rrezikshëm, sepse të heq vëmendjen. Këto gjëra. Vajzat që bëjnë ndonjëherë tualet në makinë. Baba, sa e rrezikshme. Të heqësh duart nga timoni dhe të bësh tualet është e rrezikshme. Të kam parë në një video që ke postuar në rrjetet sociale ku ti thua dhe flet që si mund të kursejmë ne benzinën ose naftën, ndaj tepër në ditët e sotme që janë rritur se çmime. Shumë shtrenjtë është bërë. Dhe ishte interesante. Mund të na ndash dhe me ne se çfarë duhet të kemi kujdes që të mos shpenzohet shpesh dhe shpejt benzina apo nafta gjatë ecjes në makinë? Ka ca gjëra, si me thonë, që janë të aspektit të dytë, se në aspektin e parë ndikon fuqia motorike e mjetit në koston e karburantit, por këto janë element që ndihmojnë. Si me thënë, të përdorim shpejtësi uniforme, sepse kur ne frenojmë me njëherë dhe japim gaz me njëherë, aty kemi kostot të shtuar të karburantit, në përgjithësi rrugët e drejta fushore harxojnë më pak karburant, sepse rruga në ngjitje, kur ka ngjitje dhe zbritje, edhe mbajtja hapur e xhamave, se presioni i ajrit shton forcën që duhet të kundërshtoj mjetin, që duhet në drejtim. Po. Ka element që këto mund të jenë të thjeshtë si element, por gjithsesi kanë një lloj ndikimi. Ka një lloj ndikimi. Domethënë për të, si me thënë, për të ndihmuar kursimin e karburantit, se mjeti do eci me karburant, nuk është derisa të blej makinat elektrike, do me thënë jemi detyruar që të përdorim karburant. Në ditët e sotme, ka pothuajse një numër të barabartë vajzash dhe djemsh që ngasin makinën, dhe nuk ka familje pa 1 ose 2 minimalisht makina. Kush nget më mirë, djemt apo vajzat? Kjo është një diskutim, kjo është një diskutim që gjithmonë ka si me thënë element që mund të themi pro dhe kundër, meshkujt janë të sakt, në thënë në përgjithësi meshkujt janë të sakt, ka një lloj intuite pak më, si me themi pak më lartë, por vajzat bëhen shumë të mira, mbasi e mësojnë makinën, bëhen shumë të mira,
Se janë më të kujdesshme. Se janë më të kujdesshme. Po, gjë që realiteti tregon tjetër gjë. Gjithmonë na paragjykojnë, se ishte vajzë në timon, ose nuk di të parkojë më mirë, nuk di të marrë drejtimin më mirë. Jo, është edhe paragjykim që mbetet një gjë që është paragjykuar për shumë vite dhe është e vështirë të thyhet, por unë them ditët e sotme kemi kaq shumë vajza që drejtojnë mjetin, që ngasin mjetin, sa janë të zonjat. Nëse makina bën një zhurmë, se kam disa pyetje të shkurta si për inxhinier, nëse makina bën një zhurmë të çuditshme, kush trembet më shumë, burrat apo gratë? Besoj që gratë. Besoj që femrat gratë. Se kanë dhe kështu, s'kanë dhe njohuritë e dura dhe tremben dhe nga vetë natyra. Një grua është më sensibël se sa një mashkull, ndaj të papriturave. Do ta zgjidhje përsëri këtë deg, nëse do të jepesh një mundësi e dytë, çfarë kënaqësie ti jep ty të qenit inxhiniere mekanike? Po, gjithmonë, po të duhet të zgjidhja një deg, po këtë do zgjidhja prapë, fakt. Dhe e kam thënë dhe me shoqërinë dhe kështu, nuk e di, më pëlqen gjithmonë. Në shkurtë ku e ke njohur? Mos më thuaj në këtë profesion. Jo. Do të thosha një kështu që të vogël, që kur unë mora patentën në peshkopi, atje e kam marrë patentën, dhe unë isha ose e para ose e dyta femër në peshkopi që po merja në gjithë rrethin e Dibrës të peshkopisë që po merja patent për ngarje makine, lej drejtimi, por në atë kohë thoshin një ngjarje e madhe, tani ditë sot është bërë shumë e zakonshme. Po, ndërsa në atë kohë dhe e para njerë edhe regjistrimin e bëra kështu me vendimin tim personal, pa marrë leje nga familja, se edhe ato do më thoshin, po që dojë, që të duhet makina, por edhe ato kur ashtu atje në drejtorinë e transportit të rrethit Dibrës, kur kishin hedhur në sistem këto kështu të drejtuesve të mjeteve, që doli ajo që u hodhën në sistem, dhe ishin çuditur se vetëm mishkuj, dhe kur kishte dalë një emër femër... Dhurata? Ishte tamam si një dhuratë. Dhe kështu që, do me thënë, kam pasur ëndër që në atëherë 94 që erdhën makinat e para në Shqipëri, që filluan të hynë makinat private në Shqipëri. Ashtë më tepër në veri, ku ishte një lloj guximi nga ana jote për të bërë diçka që predominoheshe nga meshkujt, por që guxove dhe more dole. Unë shikoja të blija makinat, do me thënë që ishte një tabu. Po, dhe thash, profesioni më lidhte shumë me këtë fushë. Kështu që i njihje më së miri, dhe sot e kësaj dite ke nga pasion në një profesion. Profesion dhe pasion, fakt. Shumë faleminderit për bisedën, të uroj shumë suksese dhe mbarësi në punën tënde. Faleminderit, suksese dhe ju në punën tuaj. Faleminderit, ishim me dhuratën, me Dibranen ton, si inxhiniere mekanike, do të kalojmë në publicitet, rikthehemi përsëri në Rrezë Dielli. Do të flasim tani për lulet që i mbajmë në ambientet e brendshme të shtëpisë, dhe një nga arsyet sepse i mbajmë është patjetër se janë dekoruese, se janë shumë të bukura, kanë atë ngjyrën jeshile që nuk i zhduket përgjatë gjithë vitit, por pak e dim që këto lule kanë dhe një tjetër funksion. Na ndihmojnë në pastrimin, në filtrimin e ajrit brenda ambienteve të shtëpisë ku ne i mbajmë. Sa më shumë të kemi, aq më i pastër dhe ndikojnë gjithashtu edhe tek lagështia e ajrit. Me Marsida Bushi nga Oazi Gjelbër do të flasim se cilat janë këto bim, disa prej tyre, sepse ka dhe të tjera apo jo, dhe për secilën do të tregojmë disa karakteristika që i bën të veçanta dhe që na japin kaq kënaqësi në shtëpi. Mirë se erdhe Marsida. Të falenderoj. Cila është në fakt lulja që ta kërkojnë më shpesh, ose lulja që e mbajnë më shumë zonjat në shtëpi? Lulja e jetës është ajo... E prisja. është ajo që është më e kërkuara. është këtu, Po, bonsai. Bonsai. Sepse ka simbolikën shumë të bukur. Lulja e jetës flet për vazhdimsi në breza, dhe ka kuptim shumë të gjerë mbi familjen, kurora e saj simbolizon rritjen e familjes në breza, ndërsa rënja simbolizon prejardjen nga ne jemi, pra ka goxha një... Du të ketë rënjë të forta? Po, ajo është një... Si lule, si bim?
Pra është një pemë e krijuar nga dora e njeriut dhe erdhi si një krijim që pastaj ja trashëgonin familjarëve të tyre të së ardhmes dhe pasi ata ndronin jetë, pema e familjes ishte një përkujtim shumë i bukur i atij që e kishte ndërtuar. Si duhet të përkujdesemi për ta mirëmbajtur atë? Sa shpesh ujitet, pastrimi, rritet apo jo? Është pak specifike si bim, pra është të themi një pemë e mbajtur mbi tavolinë ose mbi tryezë dhe që ta mbajmë në formën që ajo ka, shpesh nevojitet krasitja e vazhdueshme. Jo të gjitha gjethet mund të krasiten apo jo? Çdo kërcel, çdo trun këtu, ka një prerje që mund të nxjerrë këto sysat e rinj. Pra, le të marrim te kjo dega, nëse do ta presim diku këtu, do t'i heqim 2 centimetra. Në gjethet e saj, aty ku ndodhi kjo prerja, do dalin gryk të reja, filizat të reja, dhe kjo do të bëjë që në vend që kjo deg këtu të shkoj dhe të rritet e shformuar, pra të shformohet ajo pamja e bukur që ka si kuror tani, do të vi dhe do të dëndësohet edhe më shumë. Pra kjo dëndësi na intereson që ajo të ri e bukur, pra nuk mund të presim që një bonsai nga lartësia që ka të rritet dhe të bëhet 2 fishin në lartësi, por të ri e bukur. Nëse vëmre që po lëshon gjethe, do thotë që po dëmtohet nga diçka. Është kryesisht mungesa e dritës së diellit, pra ajo do të ri shumë në dritë të diellit. Në të natyrshmen e vet, mish do të ishte në balkon, të ishte jashtë. Kështu që ta mbajmë brenda, po ta mbajmë shumë pranë dritareve. Ku ka që bie dhe rrihet nga dielli ajo zon. E dyta, shumë e rëndësishme kur ne po e mbajmë brenda, se do të thotë që edhe i ftohti e prish, po të ftohtin e kemi evituar sa kohë po e mbajmë brenda. E dyta e rëndësishme, kur ne e mbajmë brenda, është që të rregullojmë raport ujitjeja atëherë kur e dëshiron. Mendojeni si diçka që në një farë mënyrë me reagimet e veta po na e tregon kur do ujë, dhe nuk mund të jemi me recetë shumë fikse që themi një herë në 3 ditë, një herë në 5 ditë, se ma thanë kur e bleva, nuk duhet ajo, se faktikisht çdo ambient kushtëzon qoftë në thatësinë e ajrit, qoftë në mënyrën për shembull është më i ngrohtë në atë pozicion nga dielli se sa në një pozicion tjetër, pra ka të bëjë me ato lindje perëndim nga po e merr diellin. Kështu që ne shohim që kur po thahet ajo sipërfaqe e dheut, le ta përdorim vëzhgimin dhe pak poshtë sipërfaqes, pra me dorë e kontrollojmë nëse edhe pak më poshtë sipërfaqes, dhe ka 2 faktor, pra uji aq sa i nevojshëm është, aq mund ta kthejë edhe në dëmtues kur ne e teprojmë. Prandaj themi këtë që një farë kujdesi i vazhdueshëm që ti e shikon, pra është sikur po shkon dhe po e pyet a do ujë. Në një farë mënyre nuk është metaforike kjo që sa po thash. Nuk është kot kur themi ne komunikojmë me lulet. Dhe i njohim më mirë ato. Është lidhje shpirtërore që bën me lulen. Sa vite ke ti Marsida që flet me lulet, që je mes tyre, që komunikon me to, që eksperimentoj vazhdimisht dhe nuk i kam më me atë frikën që lulen do ta thaj. Sepse edhe kur ne vëmë re thash reagimin që diçka po ndodh, pra po rrezon, atëre marrim masa për të transformuar diçka në atë rutinë që se pas e mi bërë mirë. Për shembull ndrojmë pleun apo ishte po edhe ajo është, për shembull nëse ne kemi frikën se mos e kemi tepruar pak me ujin, pikërisht kjo që sa po tham, ndërrimi i dheut të pastër. Sa i takon dheut apo pleut me cilin i kemi vendosur, ai ndrohet her pas here apo? Po, e mira është që një herë në vit ne ta bëjmë këtë. Ta rimodelojmë atë vazon. Ta ndrojmë dheun qoftë edhe pa i ndruar mas vazoja, nuk është shumë e rëndësishme. Është si ajo që fermerët apo buqët bëjnë atë që thonë punimin e tokës. Punimin. Si i lajmë? I lajmë me ujë të bollshëm apo i fshim flet pas flete? Si është mënyra më e mirë që të mos i dëmtojmë që ato të marrin frym lirshëm? E para, e më e rëndësishmja është që të mos përdorim kimikate për të pastruar. Ka disa vajra që sikur mendojnë që shkëlqejnë lulen. Por të gjitha janë, unë mendoj për t'ju ruajtur këtyre produkteve, sepse mund të bëjnë dhe ndikime nga e kundërta, ndonjë djegje të gjete, sepse se ke kuptuar që ke sprutsuar shumë edhe.
E mira është të sprucojnë vazhdimisht. Sprucimi ndihmon ato jo thjesht e pastrimi i pluhurit, se pastrimi është gjëja që ne ndoshta mendojmë se po na shes syri, por ndikon edhe në atë që quhet si aerosja. Pra, lagështia e ajrit ndonjëherë mungon, se ndoshta nuk e ka të hapur shumë shpesh sa do dritaren, dhe kështu që lagështia e marrë nga sprucimi me ujin është shumë e nevojshme. Ka ca gjëra të tjera që mund t'i bëni, për shumë me aloe verën, gjetja e aloe verës, mund të përdoret për ta pastruar, për ta fshirë si flet, nëse pra personat të ndryshëm mund të shkojnë edhe të shkojnë në përkujdesje shumë të tepruar dhe me këto format që themi. Më thuaj 3 arsye pse njerëzit përveç balkonit duhet të mbajnë dhe lule brenda ambienteve të shtëpisë, në dhomën e gjumit, në sallon, korridor. Cila është arsyeja? Përveç asaj që joshen duke e parë, që na zbukuron ambientin, duke marrë atë që është dekorative, më të rëndësishmet janë këto, si e para njërë është ajër, është oksigjen, është natyrë brenda shtëpisë tonë, kush veç ta mendosh që ke një copës natyrë është efekt. Sidomos me të ajrin e ndotur që ekziston jashtë mureve të shtëpisë. Efekt që drejt për drejt në oksigjenimin e ambientit. Në të formë, po. E dyta unë them është terapi psikologjike dhe emocionale. Sepse nëse kemi parasysh njerëz që janë shumë të apasionuar dhe mbajnë lule bollshëm në shtëpi, komunikimin e parë në mëngjes apo çohen e kanë me lulet. Dhe shkojnë, kur them komunikimin, jo gjithmonë me fjalë, por me prekje, me shikim, me të ndjerë, me të muhatur, prania. Prania që të japin lulet aty dhe ti u jep atyre dhe shiko, thuhet që lulet nuk ju bëhen të gjithëve, pikërisht. Sepse nëse ti e ke aty, por e ke si një objekt në shtëpi, veç kaq, dhe nuk i kushton as këtë që po themi, atë kujdesin apo vëmendjen që ato duan, lulja nuk të jep dot. Pra ka nevojë dhe ajo që ti japësh të vëmendje. Është një komunikim i ashtu që jo të gjitha kuptojnë, duhet ta themi, ta theksojmë të ne komunikimi me kafshët e kuptojmë më lehtë. Po. Sepse marim po na reagon me zërin, me lëvizjen, pra me ledatimin. Kurse lulja qel, është e bukur, që komunikon, ose vyshket dhe është zemëruar, kanë inteligjencën e tyre bimore. Ti tregojmë pak me emra konkret se çfarë lulesh sugjerojmë për ambientet e brendshme, se ka dhe të tjera, përveç se këtu. E fillojmë me radhë. Këtu jemi tek? Ajo është Sansaveria. Sansaveria është një nga lulet që njihet... E gjarprit? Lulja e gjarprit është? Lulja e gjarprit, disa i thonë dhe lulja e shpatës, ka format të ndryshme, sepse ajo ka edhe një gjete më të gjatë në disa varietete të saj. E po ta shoh ka 3 ngjyra në të. 3-4 ngjyra, nuanca të ndryshme. Ndoshta kjo e nuancave që ajo ka brenda e ka bërë që të marrë atë emrin lulja e gjarprit. Dhe shikoj, ne i japim emrat në bazë se si i afërsojmë me forma. Si i kanë thirrur dikur dhe pastaj si japim ne nga forma. Tillë është kjo për shkak që një si lulja e merimangës, sepse ka mënyrën se si hap gjethet në ngjasimin e saj me merimangën. Dhe pastaj lëshon edhe bebat e vet, krazat e vet, në maj i lëshon si një tentakull të re të hapur edhe njësoj si një merimangë e vogël. Gjethen e ka shumë të hollë, të delikate, si e mirëmbajmë, si duhet kujdesemi për të? Ndryshe nga lulja tjetër e jetës, për shembull, që ujitjen e ka më të rrallë se sa. Në përgjithësi nuk do shumë lagështi si lule, jo dhe aq rrallë si që folëm, për shembull, nëse folëm për Sansaverin ose lulja e paras që është do flasim pak më vonë me lulen e paras, kemi punë më vonë. Ato e kanë shumë të rrallë, ndërsa kjo e ka pak më të shpesht dhe mund ta ketë një herë në javë, por siç tham duhet ta shohim që të rri pak dheu i thatë kur ne marrim. Si dallojmë? Ma tregoni një vazë, Omar. Si dallojmë që lulja dheu i vazës i lules përkatëse është i thatë ose nuk është i duhuri ose duhet të kujdesemi më shumë për ta? Kjo ka humus, edhe humusi është shumë i shkrifët dhe është shumë i thatë, ja. Unë po e prek me dorë, duhet ta duam të prekjen e dheut, të gjithë ato që merren me lulet. Kjo është
mënyra e vetme që ne të kuptojmë do apo nuk do ujë lulja. Dhe nuk shkojmë me një kalendar dhe themi që ka ardhur ora të pi ujë, por duhet ta kontrollojmë, duhet ta shohim. E tillë është dhe begonja. Nëse ne do themi për begonjën kanë kërcellin mishtar dhe duke pasur këtë gjë, ato lagështin direkt në kërcell e ndjejnë shumë edhe fillojnë të japin ato gjurmat e zeza në gjethe. Gjurmat e zeza në gjethe, në çdo lloj lule përgjithsisht tregojnë që kanë teprim uji. Kur kanë atë lloj njollosje. Jo, këtu në këtë rast kjo ka detajin e vet, e ka si themi. Dhe pyetja që është shtruar sa pika mund të numëroni ju këtu, është e pamundur të ndodhi, se imagjino ti të vaza është shumë e madhe. Kjo është vetë pikëzuar, por e kisha fjalën nëse. Po, nëse gjithja ka disa brinza të tilla, ndonjëra nga këtu nuk e paska. Tregojnë që ka të pric. Kjo ka një të vrarë, nuk është e njëjta gjë, por kur kanë ato cepat e gjetheve të zeza, ose kanë njolla të zeza që janë bërë në qendër të gjethes, tregojnë që kanë teprim uji. Po. Tani shumica e këtyre lëshojnë ato oksigjenin gjatë natës, ne pastrojnë e filtrojnë ajrin në mënyrë më natyrale të mundshme, pa përdorur purifikues apo pastrues të tillë, ndaj dhe është arsyeja. Imagjino ti kesh të gjitha këto në një ambient, disa në korridor, në dhomë gjumi apo në sallon, ambientin ku qëndrojmë për kohë më të gjatë, e ndjen që edhe ajri është më i pastër, edhe më i purifikuar. Nuk e kupton në mënyrën se si ne, por që lulet kanë të lloj efekti jo vetëm dekorues dhe plotësues të dekorit të shtëpisë. Është fotosinteza që ato bëjnë, që ato thithin dioksidin e karbonit dhe na japin çlirojnë oksigjen. Kjo është arsyeja se pse i përdorim. Ti vetë kë ke të preferuar, Mërsida? Mua më pëlqen... Apo lulen e paras? Më pëlqen kjo lulja e paras, nuk e di. Ajo ka vetëm një simbolik. Që do të thotë është më e bukura. Pse kjo është lulja e paras? Nuk presim. Pse është quajtur e tillë? Sepse ajo është një lule që nuk e tradhton veten kurrë, edhe kur ne e kemi të harruar. Pra, ideja është që duke qenë një lule që... Vetë kujdeset? Po, ajo është një lule që vetë kujdeset duke i dhënë ujë vete, sepse ajo është gelatinoza. Dhe realisht nuk e do ujë, pra unë them është për ata njerëz që harrojnë lulen ta mirëmbajnë me ujitjen. Pra njerëz që nuk i kanë kohën të kujdesen. Po. Dhe ajo mbarshtohet, pra edhe në gur, nëse ra një copës e saj, ajo zërrojnë diku aty në një pak dhe që gjeti, edhe ajo shtohet, ose dhe vetëm me ajër. Pse quhet e tillë, pra. Dhe duke qenë kështu, do të thotë lidhja është bërë që atëherë kur ti jep me veten tënde, nga pasioni jot, nga energjia jote, diçka të dobishme që ja u dhuron të tjerëve, pra ti bën diçka nga pasioni jot si punë, vetë ju, parat, janë burimi mbrapsht për atë që ti ke dhënë. Pra në një farë mënyre dhe ajo këtë do të thotë që momenti ku ti nuk i ndjek më parat nga mbrapa, por bën diçka që je i sigur që dhe parat aty janë, atëherë aty janë dhe parat. Ndoshta kjo është e gjitha pse ka marrë këtë domethënie. Të emër këtë domethënie. Po jo se ne fusim në shtëpi atë dhe buruan, se... Megjithatë ka lule që nuk duhet të qëndrojnë afër, ose a është e vërtet që lulet kur qëndrojnë afër rritin marrin nga njëra tjetra dhe shkëmbejnë. Po shkëmbejnë ato, shkëmbejnë me njëra tjetrën, komunikojnë me njëra tjetrën, edhe ngjyrat. Edhe ngjyrat e luleve, për shembull, vëmret e lule borët, kur janë mbjellë në një obor të përbashkët dhe janë pranë e pranë, dhe ke mbjellë një bojqelli dhe një rozë, dhe ato kanë ardhur pastaj me kalimin e kohës dhe kanë bërë në një lejla. Pra kanë bërë në një transformim nuanca që kanë marrë me njëra tjetrën, siç e tham. Po, sepse është një... Po edhe në kuptimin metaforik, simbolik, për shembull, kësë duhet të lëmë afër. Për shembull, këtu kemi gjarprin, kemi edhe parat. Duhet të qëndrojnë afër me njëra tjetrën, për shembull, apo s'ka lidhje kjo me... Nuk besoj se kanë lidhje me këtë që ndikojnë njëra tjetrën për të mos qëndruar afër. Kjo kombinimi që ne duhet i bëjmë, ndoshta ka të bëjë me format që mos na bëjnë monotoni syrin. Pra lirë të themi një formë që është më e gjatë, me një qërri më e ullët. Pra, ashtu si që po i shojmë nga kamera tani të jenë bukur pranë njëra tjetrës, kjo besoj është e vetmja gjë që mund të... A ekziston ndonjë lule që nuk na sill fat, që zëta kemi në shtëpi brenda? Apo në përgjithësi lulet është një botë e paqët, nuk mund të flasim për terma... Nuk besoj se ka një lidhje të tillë. Unë edhe këtë të simbolikës që kanë
ka lulja e bambus simbolin e fatit. Në çdo rast është fuqi që ja kemi dhënë ne. Pra ne i kemi dhënë këtë domethënie, këtë kuptim, siç e tham te bonsai ka ardhur nga një gjë që kur është krijuar për herë të parë, ka marrë kuptimin e lules së jetës së atij personi dhe ajo pastaj e ka trashëguar. Ashtu është trashëguar me vite të tëra. Lulja që është aty, çfarë quhet? Paska ngjyra. Kjo është peperomia dhe është peperomia shalqi. Dhe arsyeja pse ka marrë këtë kuptim është se ngjason shumë, po. Mund ta rrotullojmë pak sepse nuk e kuptojmë dot. Okej, më mirë ashtu, duke tamam çdo gjë po ta afrohemi. Edhe peperomia ngjason me një shalqi. Është një nga bimët sukulente, e dorralluin. E tillë është sukulente, tham, lulja e gjarprit, edhe lulja e paras. Sukulente është lulja që kemi këtu, Sanzaveria. Sanzaveria është e rrallë në veçorinë e saj që ka se jeton në errësirë. Është nga të vetmet ose të paktat, po themi. Nuk ka nevojë për dritë, kjo e para, kjo këtu. Nuk ka nevojë për dritë. Mund të ri korridoreve të errta. Dhe përsëri qëndron ashtu me jetë, me ngjyrën e saj. Po, është ky gjelbërimi i fortë që ajo ka. Është një nga lulet që pasuron më së shumti me oksigjen ambientet, mund të mbahet në, si thash, edhe në korridore që s'kan fare dritare, dhe ajrosi, se kjo është e errësirës, ose edhe në tualeta. Pra, ndryshe nga gama tjetër që ne kemi këtu, që tham do vuanin nga errësira dhe do transformoheshin, do reagonin, ajo nuk e bën, është rezistente ndaj errësirës. Flasim edhe për këtë, çfarë emri ka kjo lule? Ajo është begonjë. Begonjë, po ishte edhe një tjetër begonjë, edhe kjo quhet begonjë, po. Begonja është një familje shumë e gjerë. Ka variante të ndryshme. Ka kushurira brenda begonjës të shumta. Njëra më bukur se tjetra. Edhe veçoria e tyre është që edhe pse nuk lulëzojnë, nuk kanë një lule, megjithëse ka begonja që lulëzojnë, po jo të gjitha, për shembull kjo jo. Ka teksturën, këtë, si të themi, sipërfaqen e gjethes, po ta prekësh, si një të kadifejnë. Edhe ngjyra që ajo ka, është shumë e këndshme për të prekur, për të parë. Pra të bën të afrohesh, ta shikosh me atë ëndje. A ka rëndësi vazoja, Marsida, ku i mbajmë? Për shembull, ke vazo porcelani, vazo plastike? Unë do sugjeroja në çdo lloj bime, vazot plastike me shumë bira për të kulluar sa më mirë. Vazot e porcelanit kanë hyrë si një nevojë jona që t'i shohim sa më bukur, sa më të harmonizuara me formën, me ngjyrat. Por kjo zgjidhet edhe në këtë formë, siç kemi bërë këtu. Një vazo plastike kemi vendosur, po prap nuk e ka këtë ajrosjen, pra nuk e ka këtë vrimë. Pra, këtë dua të tregoj nëse më lejon. Këtu kemi vazon plastike për mbjellje. Pra, kjo nuk vuan për atë që tham, ka shumë bira, mundemi të kontrollojmë sa e rënd, sa e lehtë është për peshën që ka kur laget, dhe kjo na shërben vazo mbajtësa. A është një truk për të parë, për shembull, nëse vazoja peshon shumë, është pleu i plot, i ujitur, ka lagështirën? Ka të bëjë me kuptimin sa e ujitur është dhe sa e pa ujitur është. Kur ajo është shumë e lehtë, për shembull, kupton se s'ka, është farë. Dhe kur është shumë e lehtë dhe tregon nevojën për të ujitur, ne atëherë ujisim. Është një tregues. Po. Mirë, faleminderit shumë për informacionet që përcjellë për këtë botë të bukur të luleve. Se ka shumë informacion, të kemë thënë gjërat nevojshme dhe që t'ju kenë shërbyer. Me siguri që anvisat tona, zonjat tona që na ndjekin janë vërtet të veçanta, sepse i kam dëgjuar dhe shpeshherë e shprehin këtë dashurinë që kam për gjërat e bukura siç janë dhe lulet në shtëpi, në balkon, pastaj është tjetër botë, do të flasim një moment tjetër për lulet shumë ngjyrëse dhe të shumëllojshme, se këto ishin lulet që mund t'i mbajmë brenda ambienteve të shtëpisë, madje deri në korridor kur s'kemi dritë dhe ajrosje. Shumë faleminderit dhe shumë suksese në punën tuaj. Faleminderit juve. Dhe në komunikimin e përditshëm që ke me lulet. Faleminderit dhe juve për vëmendjen tuaj. Kalofshi një ditë të bukur, mirupafshim nga Reze Dielli.